Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekët e kanë mbajtur të fshehtë të zbulohet receta që zhduk gungat kockore në kohë rekord. Rreth gjysma e popullsisë së rritur është e njohur me kocka të cilat na dalin në këmbë, të cilat ndodhin më së shpeshti te gratë. Ato mund të trashëgohen ose të shfaqen për shkak të veshjes së këpucëve jo të rehatshme. Ato nuk janë vetëm të dhimbshme dhe të pakëndshme, por ato ndikojnë edhe në cilësinë tuaj të jetës. Dhe, edhe pse ne nuk mund t'i parandalojmë gjithmonë problemet, të paktën duhet të dimë se si t'i korrigjojmë ato. Ju duhet të ecni zbathur çdo herë që të keni mundësinë. Kjo do t'ju ndihmojë në forcimin e muskujve të këmbës dhe në kthimin e këmbës të kockës në vendin e duhur. Specat e kuq, djegës, kanë një efekt anti-inflamator, i cili gjithashtu përmirëson rrjedhjen e gjakut dhe në mënyrë që të përdorni specat si një trajtim, ju duhet që t'i coptoni ato. Dhe pastaj zgjidhni një mënyrë e cila ju pëlqen më shumë. Shtrydhni lëngun nga speca dhe përhapeni atë mbi tavë, pastaj aplikoni pak nga ky lëng në këtë zonë dhe mbështilleni me një leckë. Lëreni që të qëndrojë për plot 15 minuta. Akulli mundet gjithashtu që të ndihmojë në uljen e inflamacionit dhe të dhimbjes. Ajo që ju nevojitet është akull dhe një leckë. Mbështilleni akullin me një leckë dhe vendoseni atë në tavë. Mbajeni për 10 deri në 20 minuta. Ju mund ta përdorni këtë metodë të trajtimit 1 deri në 2 herë në ditë. Vaji i kokosit ka veti antioksiduese dhe dezinfektuese. Ndihmon gjithashtu në uljen e inflamacionit dhe dhimbjes dhe për këtë arsye përdoret në mënyrë efektive për trajtimin e kockave. Merrni 50 deri në 100 ml vaj dhe ngroheni pak në tigan. Zhytni një leckë në vajin e ngrohtë dhe vendoseni në këmbë. Vishni këmbën me një fashë ose peshqir të thatë për ta mbajtur të ngrohtë. Mbajini atë për 20 minuta dhe përsëriteni këtë ilaç 1 apo 2 herë në ditë. Gjithashtu, gungat e këmbës janë të bukura për syrin e njeriut. Nëse keni faqe të mos keni idenë se çfarë po flasim, duhet ta konsideroni veten vërtet me fat. Gungat e këmbëve janë një pjesë kockore e cila formohet në pjesën e jashtme të gishtit të madh. Jo vetëm që janë të shëmtuar, por për shkak të zhvendosjes së peshës trupore mbi gishtin tuaj, ato gjithashtu munden të jenë mjaft të dhimbshme. Për të kuptuar se si duhen trajtuar këto gunga, duhet së pari të mësoni se si ato formohen. Sipas Web Medicine ka disa arsye. Ndonjëherë ato ndodhin thjesht për shkak të gjenetikës, në qoftë se prindrit tuaj kanë ose ndonjë prej gjyshërve tuaj, atëherë edhe ju jeni në një rrezik më të lartë për zhvillimin e tyre. Ndonjëherë, gungat zhvillohen si një efekt ansor i artritit. Megjithatë, gratë janë veçanërisht në rrezik të lartë për zhvillimin e tyre. Këto gunga mund të jenë shkak i parehatisë dhe i sikletit. Këto janë disa nga mënyrat për t'i trajtuar dhe për t'u kujdesur. Piperi i kuq. Piperi i kuq mund të përdoret më shumë se sa vetëm për t'i dhënë shije ushqimit tuaj. Sipas Find Home Remedy, piperi i kuq mund të përdoret gjithashtu për të trajtuar edhe dhimbjen e lidhur me gungat. Ai, siç duket, është një lehtësues natyral i dhimbjeve. Pritni një piper në gjysmë dhe lyeni gungën e cila ndodhet në këmbën tuaj. Lakra. Sipas Health Remedy sugjeron përdorimin e lakrës për të lehtësuar dhimbjen tuaj. Dhe lakra ka veti anti-inflamatore të cilat ndihmojnë në zvogëlimin e ëndjes e cila zakonisht vjen nga gungat. Për të kujdesur me to, mbulojeni me lakër dhe me një fasho dhe bëheni këtë proces për disa muaj rresht. Kamomili. Gungat që krijohen në këmbë mund të jenë shumë të dhimbshme dhe kur ato ënjten, gjendja bëhet edhe më e padurueshme. Kamomili punon
si një antiinflamator për të reduktuar ëndjen dhe dhimbjen. Thjesht pini një filxhan çaj kamomili dhe vendosni bustinat e saj për të pasur një lehtësim sa më të shpejt. Gungat kockore të këmbët përveç se nuk janë as pak estetike, ato tregojnë shumë edhe për shëndetjen tuaj. Këto gunga munden që të shfaqen si pasojë e një diete të varfër ushqyese, metabolizmi të dobët, infeksionet reumatike, veshja e këpucëve të papërshtatshme si për shembull të ngushta dhe me numër të vogël. Gungat dalin përgjithsisht në pjesën e fundme të gishtit të madh dhe mundet të kthehen në një makth për çdo individ, sepse bëhen të dhimbshme dhe nuk ju gjenden as këpucët e përshtatshme. Nga ana tjetër, ne këtu do t'ju tregojmë recetat natyrale të cilat do të reduktojnë këtë problem. Receta e parë: merrni disa gjethe dafine dhe vlojeni në 300 ml ujë. Hidheni lëngun në një kavanoz dhe lëreni të qëndrojë për një ditë. Në mëngjes esëll pini një filxhan nga ky lëng dhe më pas pijeni në porcione të vogla gjatë ditës të gjithë lëngun. Çdo ditë ju duhet që të përgatisni lëng të freskët. Përsëriteni këtë trajtim për 7 ditë rresht. Ky trajtim do t'ju lehtësojë juve dhimbjen që shkaktojnë këto gunga. Receta e dytë: merrni 5 gjethe të mëdha dafine dhe grini imët. Hidheni ato në një kavanoz dhe shtoni 100 ml alkool. Lëreni masën e krijuar që të qëndrojë për 2 ditë. Pas këtyre ditëve lyeni secilën gung me ilaçin e krijuar të paktën 3 herë në ditë derisa ato të reduktohen. Por ngatse shkaktohen, gunga gjatë krijimit të saj shpesh shoqërohet me dhimbje dhe ëndje në lidhjet muskulare, megjithatë jo të gjithë përjetojnë siklet. Ato janë kryesisht të trashëguara. Mendohet se njerëzit trashëgojnë nga të parët tipin e këmbës që ka më shumë gjast që të zhvillojë gungën. Nëse ju keni tabanin e këmbës të sheshtë, ose harqe të ulta ose lidhje të dobta të tendinave, tek këmbët tuaja do të zhvillohen edhe gungat. Këto të fundit krijohen edhe tek meshkujt, por femrat janë më të predispozuara për t'i pasur ato. Krijimi tek femrat vjen edhe si pasojë e hormoneve të cilat çlirohen gjatë shtatzanisë, të cilat i bëjnë ligamentet edhe më të dobta. Është menduar më parë se gungat vijnë edhe nga lloji i këpucëve që mbajmë dhe shumë vite faji është vënë këpucëve me taka, por në fakt është e gjitha gjenetike. Nga kush e keni trashëguar predispozitën për gung? Sigurisht takat nuk janë pa gjë. Ato mund t'i përkeqësojnë gungat, por nuk janë shkaktari kryesor i krijimit të tyre. Çorapet e shtrënguara sërish luajnë një rol në përkeqësimin e tyre. Gungat në fillimin e krijimit të tyre kanë simptoma, përveç atyre që janë të dukshme si për shembull ëndje, skuqje dhe dhimbje. Spazmat muskulare në atë zonë janë gjithashtu një shenjë. Ka disa mënyra për t'i menaxhuar gungat nëse tashmë i keni apo vini re që po ju krijohen. Mundet që të përdorni shtresa silikonit e këpucët që vishtin në atë zonë dhe kjo do të reduktojë dhimbjen. Mjekët sugjerojnë që kur të keni mundësi të vendosni tek gungat akull të mbështjellë me peshqir për 5 deri në 7 minuta. Përveç kësaj mund të bëni edhe ushtrime. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji,
E mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.